Edhe pse jënë fajtor opozita për këtë rast, Albin Shqiptaria përsëri i thret për me bo marrëveshje. Hajde ta ndëgjojnë atë video, pastaj I kam do fjalë për këtë pjesë. Unë nuk jam këtu për veten time. Unë jam këtu për Republikën e Kosovës. Dhe kërkoj që edhe të tjerët të ulemi bashkë dhe për Republikën e Kosovës të bëjmë marrëveshje. Nëse gjuajtja me vezë dhe goditja e sakos dhe pantallonave të kryeministrit nga vezët që I hedh një deputete është çmimi që unë duhet ta paguaj në mënyrë që ata të ulen dhe të bisedojmë bashkë e të dialogojmë, jam I lumtur ta paguaj këtë çmim. Vetëm le të vinë takim, vetëm le të ulemi, le të bashkë bisedojmë. Unë nuk ankohem që ata hedhin vezë, unë ankohem që ata s'duan të takohen. Besoj që ndëgjuat njerëz të dashur, se çka është njëri sinqert, se çka është njëri që punon për popull vet, nuk menon për interesat veta, nuk menon pse kanë gjujt me vu, nuk janë ti njëri. Ky po don vesh me po Kosovën mirë ma mirë, po opozita nuk është të do, është të I lutë si për gjak, hajde bojnë atakim, hajde bashkë bisedojmë, hajde dialogojmë, tapi lypin kushte, ma shumë se votat që I kanë në zgjedhje, e ashtu kërkun nuk ka, e as nuk ka me pas, sepse ata që e kanë votuar këtë njeri, do më thonë e kanë qitu në vend par, e kanë bo kryeministrin ma të votuar në Shqiptari, nuk jem budall. Prandaj opozit, ullno e bashkë bisedani, sa nuk është vonë, se me bo më nashu edhe njëherë në zgjedhje besën e kini me rohë te për pusht. E për ty kryeministri I dashur, respekte, e inshallah më zoti I madh të kena edhe shumë vjet. Mos gabon më dorëzu e pe këtynëv, sepse votën ta kum dhonë që ti më udhëhesh këtë Kosovën tem të dashur, jo ata tjerë. Pik.